se Kosova, si Republika më e re në Evropë, qëndron këtu në këtë vend me shumë ngure, shumë kujtime, si vend partner i këtij viti, dhe jam i nderuar që të ndaj skenën duke ditur më shumë se 10 kompani kosovare janë të pranishme jo simbolikisht, por edhe komercialisht edhe në aspektin biznesor. Ndoshta keni ardhur këtu për të pritur ndonjë prezantim për zinxhirët e furnizimit, por dua të filloj dikon tjetër, sepse marrëdhënia midis Gjermanisë e Kosovës nuk ka filluar në këto salla bordesh, ka filluar me diçka shumë më humane. Në vitin 98-99, kur Kosova po digjej, Gjermania i hapi dyert e saj, më shumë se çdo vend tjetër në Evropën perëndimore. Gjermania pranoi familje, pleq, të ri, fëmijë e shumë komunitete që nuk kishin vend tjetër për të shkuar.